Samiti i NATO-s në Tiranë do të mbahet vitin e ardhshëm, shihet si një vlerësim e rëndësishëm strategjik për Shqipërinë, duke treguar rolin e vendit tonë gjithnjë më të madh në Aleancë. Kështu u shpreh ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi gjatë një konferencë përshtyp ku prezantoi projektet strategjike të Ministrisë së Mbrojtjes, zhvillimet në kuadër të Aleancës Atlantikut të Veriut, investimet në mbrojtje e masat për pëllimin e situatës së zjarreve në vend. Koha dhe datat ku do mbahet samiti i radhës do të përcaktohet nga vetë Aleanca dhe organizimi i këtij samiti në vendin tonë është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë për eventet për masave të tilla ndërkombëtare, si dhe rolin e saj si faktor stabiliteti në rajonet dhe më gjerë. Shqipëria dhe NATO po hynë në një fazë të re, atë që në Aleancë quhet NATO 3.0. E përkthyer ndryshe NATO 3.0 përfaqëson një Aleancë më të përgatitur, më të aftë dhe një NATO që kërkon më shumë kapacitete dhe më shumë përgjegjësi. Investimet në mbrojtje e siguria dhe modernizimi i forcave të armatosura janë prioriteti i ministrisë në kuadër të forcimit të sigurisë kombëtare. Shqipëria po përgatitet për këtë realitet të ri. Po përgatitet për më shumë investime konkrete në mbrojtje dhe në siguri, po përgatitet për forcimin e kapaciteteve konkrete ushtarake, po përgatitet për rritjen dhe modernizimin e forcave të armatosura dhe teknologjisë, si dhe për përgatitjen dhe fuqizimin e infrastrukturave strategjike, kibernetike e tjera. Ndodhemi përballë një tranzicioni strategjik të NATO-s, ku samiti i Ankaras shënoi dhe fazën e dytë të kalimit nga premtimi tek përgjegjësia. Për të qenë më të qartë, nuk po bëhemi një aleancë agresive, përkundrazi po bëhet një aleancë më e përgatitur për të garantuar paqen, ku çdo vend tashmë duhet të tregojë se si ndërtohet një shteg i besueshëm për përmbushjen e angazhimeve të veta. Kjo do të thotë se diskutimi nuk është më vetëm sa para do të shpenzohen, diskutimi vërtet është çfarë kapacitetesh do të ndërtohen me këto para. Historia ka treguar se qëndrueshmëria apo stabiliteti në Ballkan mund të ketë pasoja shumë më të gjera se sa vetë kufit e këtij rajoni, prandaj Ballkani Perëndimor mbetet një rajon me rëndësi të veçantë strategjike në sigurinë europiane. Ndër të tjerat Nufi u ndalën nga situata e zjarreve në vend, ku thekse se monitorimi me dron ka rezultuar një mjet efektiv për evidentimin e hershëm të vatrave të zjarrit e për koordinimin e operacioneve në terren.